Hyrja e Mateos mbrëm në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 shkaktoi një tërmet të vërtet, jo vetëm në dinamikat e shtëpisë, por veçanërisht tek Brikena. Reagimi i saj ftohtë dhe refuzues ndaj tij habiti publikun, duke lënë të kuptohet se mes tyre kishte pasur më shumë se sa thjesht një njohje sipërfaqësore. Për të qartësuar gjithçka dhe për të shuar aludimet e komentuesve, ka reaguar Anajt Kaloti, fituesi i Big Brother 6, i cili duket se ka dieni të plot mbi raportin e dyshës. Ka publikuar një sqarim të detajuar në Instagram duke hedhur dritë mbi krisjen e marrëdhënies së tyre jashtë shtëpisë. Ndryshe nga sa mund të jetë perceptuar, Anajdi zbulon se njohja mes Mateos dhe Brikenës nuk ishte sporadike. Mateo dhe Brikena nuk kanë shkëmbyer disa mesazhe, por kanë folur një vit bashkë me mesazhe, shkruan ai, duke konfirmuar se investimi emocional ka qenë i konsiderueshëm nga të dyja palët. Pika kyçe që duket se ka sjellë ftohjen lidhet me hapat e mëtejshëm të marrëdhënies. Sipas Kalotit, Brikena ka kërkuar zyrtarizimin e gjërave me familjen, gjë që Mateo ka refuzuar në atë kohë. Në një X moment kur gjërat janë dashur të bëhen prezente, Brikena i ka kërkuar të takohet me familjarët e saj. Mateo nuk ka pranuar pasi ka dashur të njohë një herë vajzën, pastaj familjen, sqaron Anajdi. Anajdi gjithashtu mbron pozicionin e Mateos karshi lojës, duke theksuar se hyrja e tij nuk është bërë ekskluzivisht për Brikenën, por për ambicien e tij personale. Ai shton se ekziston vetëm një foto e shkrepur mes tyre, fakt që e din të dyja palët dhe produksioni. Tani më që të dy janë brenda shtëpisë më të famshme, mbetet për të parë nëse ky sqarim i munguar për takimin me familjar do të bëhet para kamerave apo nëse inati i Brikenës do të vazhdojë ta mbajë distancën. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!